Një sezon i jashtëzakonshëm dhe plot surpriza po përmbyllet suksesshëm për Akademinë e Futbollit Arsimi, fal punës intensive të palodhshme të trajnerëve, stafit dhe udhëheqësisë. Rezultatet pozitive nuk kanë munguar në pothuajse të gjitha gjeneratat. Me ekipet e viteve 2015 dhe 2016 që arritën deri në gjysmë finale dhe çerek finale, si dhe gjeneratën e vitit 2013 që po prek fazën play-off, Akademia po dëshmon se puna me hapa të sigurt sjell suksesin e garantuar. Sekretari i klubit futbollistik Arsimi dhe Akademisë, Albert Jakupi, thekson se megjithse rezultati nuk është prioritet kryesor te moshët e reja, puna e mirë po jep fritet e veta. Mbas punës që bëjnë trajnerat, stafi, udhëheqësia, koordinatori, diçka e pritshme, edhe me gjenata të tjera kemi qenë, ta them, mirë me 2015, me 2016 kemi pas rezultate të mira, ku njëra ekip luajti gjysmë finale, tjetra çerek finale. Me 2013 jemi në fazën e play-offit, domethënë rezultatet pas punës që bëjnë trajnerat, ashtu vijnë edhe rezultatet. Edhe pse ne këto gjenatat e reja nuk i kemi në plan parë rezultatin, mirë po vetë puna tregon që me punë domethënë arrihet edhe suksesi. Falenderoj fëmijët, falenderoj prindet që i kanë mbështet këto fëmijë që sot të korrin këtë sukses. Gjithashtu du të falenderoj edhe kryesinë e klubit, ashtu siç e Ceka, të gjithë ato që kanë qenë pjesë e këtij rrugtimi me ne. Ne do vazhdojmë të punojmë dhe do vazhdojmë që nesër këto fëmijë që janë simboli i qytetit, përfaqësojnë ekipin e qytetit edhe të kenë sa më tepër sukses. I pyetur nëse këta djem premtojnë një të ardhme më të ndritur për ekipin e parë të klubit futbollistik Arsimi që garon në ligën e parë, Jakupi u shpreh plot besim. Kam biseduar edhe me kryesinë, e folim çdo ditë, këto fëmijë kanë potencial dhe pse jo nesër një numër i madh i këtyre të luajnë për ekipin e Arsimit dhe normal për ne do të jetë një kënaqësi shumë e madhe. Por heronjtë të vërtet këtij suksesi mbetën vetë futbollistët e rinj. Aid Rustemi, Anel Ahmet Agaj dhe Borjan Gavrilovski shprehen të lumtur për trofet dhe premtojnë që klubi futbollistik Arsimi do të mbetet kampion edhe në sezonet e ardhshme. Pak ishte e vështirë, por arritëm të mundim, të marrim finalen. Po mendoj se ne do vazhdojmë të shërbitemi dhe do bëhemi kampion edhe vitin tjetër. 2025-2026 şampiyonu Arsimi, bütün yıl verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. Arsimi kampion i sezonit 2025-2026. Morëm shpërblimin e gjithë mundit që kemi dhënë përgjatë gjithë vitit. Falenderojmë shumë trajnerin Almir. Presim të jemi shumë më të suksesshëm në sezonin e ardhshëm. Për ne beshim nuk u të shkojmë më. Për ne ishte shumë e vështirë, patëm ndeshje të mira. Disa ndeshje, 1-2-3, ishin pak më të vështira, por të tjerat i fituam të gjitha. Të njëjtën gjë ta përsërisim edhe sezonin e ardhshëm që të jemi përsëri kampion. Me dyert e hapura për talentet e reja dhe me një vizion të qartë drejt të ardhmes, Akademia klubit futbollistik Arsimi po zhndorohet në një shkollë të vërtet kampionësh për futbollin e vendit.